40 kompani inovative izraelite u bën bashkë në samitin e mbajtur në Tiranë. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama u ndal sërish në sulmin kibernetik të vitit 2022, ku theksoi se ishte i orkestruar nga Irani. Shkak tha ai, ishte strehimi i opozitës iraniane në kryeqytetin shqiptar. Ne ju hapëm dyert, ju dham streh dhe bëm një marrëveshje që ata mund të jetojnë në Shqipëri, të rrisin fëmijët e tyre për aq kohë sa është e nevojshme. Megjithatë, kjo erdhi me hakmarrje nga regjimi iranian që nuk e duronte dot këtë gjë dhe na sulmoi. Sipas Ramës, pavarësisht këtyre sfidave, vetë sulmi tregoi mbi miqtë e vërtet, siç është edhe Izraeli. U bëm një vend që 95% të shërbimeve ofron online. Ata synuan ta shkatërronin këtë për të na çuar mbrapsht në kohën e errët të shërbimeve publike në nivelin më të ulët. Ishim shumë të kënaqur kur Izraeli u soll si mik dhe na ofroi ndihmë. Fal kësaj ndihme dhe ndihmës Emirateve dhe ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara, i mbijetuam këtij sulmi. Mësuam se ne duhet të investojmë dhe të ndërtojmë sistem mbrojtjeje. Numri 1 i qeverisë theksoi marrëdhënien me Izraelin, për çka Shqipërinë e konsideroi si shtëpi të tyre. Mos harroni kurrë që për hebrejt Shqipëria është shtëpi dhe dëshiron të mbetet e tillë. Grupi i hakerave iranian i njohur si Homeland Justice sulmoi edhe në mars të këtij viti sistemin elektronik të Kuvendit të Shqipërisë dhe më pas edhe postën shqiptare apo dhe gjykatën e lartë.